بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Hamdi, falenderimet, lavdratat I takojnë vetëm të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Allahut falje dhe ndihmë kërkojmë. Ka në udhëzon I madhi Allah Gjelle Gjelaluhu në rrugën e drejt, nuk ka kush e largon nga jo rrugë, dhe kanë të largon I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu nga rruga e drejt, nuk ka kush e udhëzon dhe e qet në dritë. Dëshmojmë, deklarojmë me dëshmien më të madhe për të cilën është kriju qiella dhe toka, për të cilën janë dërguar pejgamberët, janë shpallur librat, dëshmia eshhedu en la ilaha illa Allah, që në përkthimin adekvat do me thonë dëshmoj, deklaroj, me zemër e besoj, me gjymtyra e jetoj dhe me gjuhë e shqiptoj që nuk ka Zot që meriton të adhurohet jashtë atë madhit Allah I cili është një. Allahu shok nuk ka, Allahu ortak nuk ka, Allahu rival nuk ka. Të gjithë gjallaresat, krijesat ai ka kriju, ai furnizon dhe ai kujdeset për ata. Të gjithë këto gjallaresa dhe krijesa kanë nevojë për Allahun, ndërsa Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ka nevojë për askën. Po ashtu dëshmojmë dhe deklarojmë me dëshmien e dytë, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë dhe deklarojmë që Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallami është rob dhe I dërguar I Tij, vula e pejgamberis, I dërguar I Allahut I fundit ruzullin toksor. Pra salavatet dhe selamet për shëndetjet tona të përzemërta, të sinqerta, ja adresojmë, ja përcelmi dhe ja dedikojmë shpirtit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së vet, shokëve të vet dhe gjithë besimtarë të cilët e kanë ndjek, janë duke ndjek dhe do ta ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma amin. Ju përshëndes xhamati jam I dashur, xhamati kësaj xhamie me përshëndetjen e qiellit dhe tokës, me përshëndetjen më të ngrohtë islame të Allahu Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelaluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësit e Allahu Gjelle Shanuhu qofshin mbi ju, mbi ne dhe mbi gjithë besimtarët katër anë të botës kudo që jetojnë ato. Allahumma amin. Fillimisht, para se të filloj në mesazhin dhe ligjëratën e kësaj dite të madhe të ditës së xumas, është një çast, është një moment, janë disa qaste që Allahu Dhul Gjelal nuk I refuzon lutjet e besimtarve në rast që besimtarët I drejtohen Allahut fuqiplot, me zemër të pastërt dhe me zemër të sinqert. Ne lutim Allahun Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelaluhu që të jetë ky çast, në këtë çast ku lutemi na që Allahu Dhul Gjelal sa ka njerëz të sëmur Zotit I shëron.
Sa ka njerëz të burgosur pa fajshëm, Zoti t'i liron. Sa ka njerëz të idhërum me zvete, Allahu t'i pajton. Sa ka njerëz që janë në gurbet, kanë shku për ta fitu kafshatën e bukës, Zoti ata t'i furnizon. Nga çdo e keqe, Allahu ata t'i mbron. Dhe gjithë ata që mundohen natën në ditë e shëndrojnë, që muslimanëve zullum t'ju bojnë, Allahu me zullumin e vet i shkatroft Gjennetul Firdausin gjithve, inshallah, nasip në i boft. Ne jemi në komentin e ajeteve të para të surës që e lexova pak para, surës Fajr. Surja Fajr, e cila njihet në mesin e sureve si sure që ka zbrit në etapën që Muhammed Mustafaja sallallahu ta'ala alaihi wasallami ishte në Mekke. Kemi thonë shumë herë, po e përsërismi edhe sot, se Kur'ani i ka dy pjesë. Pjesa e parë e Kur'anit, kur Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallami jetonte në Mekke, në fillim të Islamit, në fillim të thirrjes islame, kur zbritshin ajetet dhe suret për ta larguar njeriu nga e keqja, për ta ofruar ka e mira, për ta qartësu dalaletin dhe për t'ja bon me ma qartë hidajetin, për ta bon muslimanin në atë kohë të vetëdijshëm t'i dallon të mirën dhe të keqen, t'i drejtohet Allahu Gjelle Gjelaluhu me adhurim, ashtu si i ka hije të adhurohet Allahu fuqiplot. Dhe krejt ajetet dhe suret të cilët kanë zbrit në Mekke në këtë periudhë emrohen Kur'ani i Mekkes, apo Kur'ani i cili ka zbrit në Mekke. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam emigron prej në Mekke për në Medine me urdhrin e Allahut fuqiplot, Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe ai pastaj qëndron deri në fund të jetës në Medine. Gjitha ajetet të cilët kanë zbrit në Medine dhe suret që kanë zbrit në Medine emërohen etapa e dytë apo pjesa e dytë e Kur'anit si Kur'ani i Medines, dhe kështu kompletohet Kur'ani me dy pjesë, ndërsa ne sot jemi në një koment të surës Fajr, e cila kjo sure llogaritet prej pjesës së parë që ka zbrit në Mekke. Vëllezër, Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an i Kerim i u ka drejtu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam duke i thonë: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Edhe Zoti jot o Muhammed, edhe Zoti i ketë njerëzve, edhe Zoti i ketë gjithësisë krijon çfarë të don, dhe nga ajo që krijon përzgjedh çfarë të don, kur të don, si të don. Allahu Gjelle Gjelaluhu kërkan nuk e pyet, nuk merr leje për atë çka e krijon, dhe nga atë çka e ka kriju nuk merr leje për ta përzgjedh dhe ta dallu atë çka ai e don. Allahu krijoi njerëzit dhe prej njerëzve i dalloi pejgamberët, dhe prej gjithë pejgamberët i dalloi ulul azmin, 5 pejgamber të mëdhej, dhe nga 5 pejgamber të mëdhej i dalloi 2, Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dërsa ato 3 tjerët ishin Nuhi, Isa dhe Musa, 5 të emëruar me etiketin ulul azm. Nga këto 2 që i dallojnë nga ulul azmin, Muhammed Mustafa dhe Ibrahimin alayhi salam, njonin e boni Khalilullah, Ibrahimin alayhi salam, dërsa tjetrin e përzgjodhi si Habibullah, i dashuri Allahut Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu nuk merr leje për këtë gjë. Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk merr leje për këtë gjë. I krijoi melaqet në numrin që e din veç Allahu te bareke ve taala. A janë triliarda, a janë miliarda, a janë me numër që nuk e njeh matematika? Nga ata i zgjedhi Allahu melaqet e mëdhaja, e zgjedhi Mikailin, Israfilin, e zgjedhi Melekul Mautin, dhe në krye të krejt melekve e përzgjodhi Gjebrailin alayhi salatu wassalam, dhe atë përzgjodhi duke ja dhon
detyrën më të madhe, komunikimin e Allahut me krijesat e veta, me melaqet edhe me pejgamberet, që ai ta bart fjalën e Zotit dhe ta dërgon ashtu ku don Allahu, si don Allahu dhe kur don Allahu. I krijoi natat dhe nga natat e përzgjedhi një natë që e ka emrin nata e Kadrit, Lejletul Qadr, dhe Allahu nuk mund leje për këtë gjë. E përzgjodhi i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu këtë natë dhe e boni me vlerë të madhe. I krijoi edhe ditët dhe nga ditët e vitit, o vëllezër, e përzgjodhi dhe ditët të cilët janë të muajit Dhul Hijja. Muaji Dhul Hijja jemi muajin në të cilën gjindemi na tash. Na vetë se kemi hi në 10 ditëshin që Allahu Gjelle Gjelaluhu është betu në Kur'anin famëlart, lene shka është betu e ka shpal në fillim të kësaj sure që e lexova këto ajete kur ai betohet në ta. Allahu e ka të drejtën të krijoje, pastaj nga krijesat t'i dalloje, pastaj nga ata që i ka dallu edhe të betohet në ta. Betohet duke fillu surën, tha wal fajr, po betohem në mëngjesin. Mëngjes o vlezër, mëngjes o xhamati jem, mëngjes o ju besimtar. Në qovë se donë të jesh i suksesshëm, qohu mëngjes, fale sabahin, mere librin o ti student, o ti nxënës, o ti i cili je në rrugën e studimeve, mere librin se Allahu Gjelle Gjelaluhu e zbret një bereqet, ashtu si e ka lajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku tha me të vërtet, bereqeti, mirësia e këti ummetit është në orat e herëta në sabah, pas namazit të sabahit. Qohu dhe mere librin, o ti punëtor, o ti mjeshtër, o ti i cili shkon në detyrën e punës, qohu herët, sa Allahu e ka bo bereqetin e këti ummetit sabah herët. Mos shko i fundit në punë, shko i pari në punë. Mos shko i fundit në detyrë, shko i pari në detyrë. Mos shko i fundit në orë të mësimit, shko i pari. E kështu me radhë në këtë sferat, duke falë sefte sabahin në kohën e vetë dhe pastaj duke thonë Bismillah, në emër të Allahut startoje punën tënde, sa Allahu Gjelle Gjelaluhu është betu në atë kohë, sepse në atë kohë gjinden shumë sende të mira të mshefta, që nuk i shohim në mesit e tona, por i jetojmë në jetën tonë. Për atë arsye Allahu tha, wal fajr, po betohem në mëngjesin, po betohem në kohën e mëngjesit, pastaj vazhdoi tha, wa layalin ashr, dhe po betohem në 10 ditëshin e muajit Dhul Hijja. Muaji Dhul Hijja, i cili është një prej 4 muajt e shenjta që në ta bart gëzim të madh për besimtarët, që në ta Allahu Gjelle Gjelalu e ka bon një prej ative 2 gëzimeve të mëdhaja që e manifestojmë në me gëzim, e manifestojmë me humanizëm, e manifestojmë me disiplin, e manifestojmë me rahmet, me bereqet, me merhabet edhe me muhabbet, e manifestojmë me titullin Kurban Bayram. Në ditën ku flijojnë njerëzit për Allahun Gjelle Gjelaluhu nga një kurban, në ditën në të cilën njerëzit afrojnë shpirtrat dhe zemrat e tyre, në ditën në të cilën prishët i dhërimi në njerëzit pajtohen, në ditën në të cilën njerëzit me zveti vizitohen, në atë ditë në të cilën shlon Allahu rahmetin e vetë. Këto 10 ditë janë shans në këtë ummet që e ka dhonë Allahu Gjelle Gjelaluhu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që të bëjnë vepra të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si e transmeton Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, ku thot, ma min ayamin al-amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayami al-ashr. Nuk ka ditë gjatë vitit që veprat e mira të jenë të dashura
më të dashura dhe më të me vlerë të Allahu se sa veprat që ka bohen në këto 10 ditëqit e Dhil-Hijjës. Faqalu ja Rasul Allah, tha ja Rasul Allah, njoni prej të pranishmive, walal gjihadu fi sebilillah, a nuk është gjihadi më i vlefshëm në rrugën e Allahut, me shku njeriu me luftu me mbrojt gjakin e muslimanit, derin e muslimanit, tokën e muslimanit dhe krejt që i posedon muslimani, a nuk o kjo më e vlerë, se ata e dishin se gjihadi është punë shumë e madhe, por kështu e ator me një herë reagun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, walal gjihad, as gjihadi në rrugën e Zotit nuk mund të arrin se vapin edhe vlefshmërian e veprave të mira që mund i ban një musliman në këto 10 ditë, illa rajul, përpos një njeri, kharaja fi sabilillahi bi malihi, kharaja fi sabilillahi bi malihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi shay. Përpos të një njeri i cili e ka grumbullu pasurien e vet, mallin e vet dhe ka shkuar në rrugën e Allahu xhalla shanuhu dhe nuk u ka kthi as me shpirtin e as me mallin, këti ka fliju për Allahun. Që kita ka mundësi të ta kaloje një besimtar i cili në këto 10 ditë që i ban, në këto 10 ditë që i shpeshton veprat e mira. Ne jemi në prag të Kurban Bajramit, ku duhet të shfrytëzojmë deri në ditën e Kurban Bajramit, edhe 7 ditë në kanë met, duhet të shfrytëzojmë të bëjmë vepra të mira, që me këto vepra të kënaqshmi Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Transmeton Abdullah ibn Umeri radiallahu ta'ala anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ma min ayamin a'zamu inda Allah wala ahabba ilayhi min al-amali fihin. Tha nuk ka gjatë vitit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson, tha nuk ka gjatë vitit dita tjera që Allahun e gëzojnë më shumë dhe Allahu më se vapi shkruan njerëzve për veprat mira se sa këto 10 ditë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru fihinna min at-tahlil. Tha e dini çfarë duhet të bëjni në këto 10 ditë? Çfarë duhet të veproni në këto 10 ditë? Sikur me dasht me thon Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, apo doni ta kënaqni Allahun, apo doni të jetë Zoti razi me juve në këto 10 ditë, apo doni t'ju mësoj se çfarë duhet veproni? Tha fe ektiru fihin në tehlil. Tha shtoni më tepër në këto 10 ditë duke thonë la ilaha illallah. Çfarë duhet me thonë xhamat? La ilaha illallah. Sa ma shumë me thonë këto 10 ditë e mush atë bagazhin tan, e mush dosjen tënde me vepra që e kënaqin Allahun. E kur të kënaqet Allahu xhalla xhelaluhu e thirr Gjebrailin. Kur të kënaqet Allahu xhalla xhelaluhu e thirr Gjebrailin. I thotë Gjebrail, ecka, afro këtu, afro Gjebrail, i thotë Gjebrail, filani e ka shtue veprën e mirë në këto 10 ditë. Ashtu bon shpesh la ilaha illallah dhe unë jam i kënaqur nga vepra e tij. Jam i kënaqur nga ajo që e thot. Ja Gjibril, e kam dasht, jam duke e dasht robin tem. O Gjibril, po ta obligoj me dasht edhe ti. Gjebraili thot, lebejk Allahumma wa sa'dejk, të përgjigjem o Zot, ti e don edhe unë e du. E don Gjibraili alayhi salatu wassalam. Pastaj ai zbret në qiellin e parë, në qiellin poshtë në melaqet, zbret në katin e melaqeve dhe i thot, ejetuhel melaike, o ju melaqe, inna Allaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Tha Allahu e don filanin, murdhnoj me dasht unë e du, dojeni edhe ju. Pastaj melaqet zbresin në tokë, edhe shpërndajnë dashurien ndaj këtij njerit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha vepra më e dashur qenë ka me thonë la ilaha illallah. Pastaj tha ja Rasulallah, çfarë të themi? Tha fe ekthiru fihin në tehlile wa tekbir. Tha shtoni fjalën la ilaha illallah dhe shtoni tekbirin duke thonë Allahu Ekber. Fjala Allahu Ekber
që muezini e thret në minaret e xhamiave që lusim Allahun mos të nalen, është pastrimi i shpirtit dhe zemrës nga çdo adhurim. Kur të thësh Allahu Ekber, do me thonë Allahu është më i madh se këtë forcat, Allahu është më i madh se këtë personat, Allahu është më i madh se këtë çka ekziston, Allahu është më i fortë se këtë çka ekziston. Nuk ka fuqi që qëndron për Allahu Gjelle Gjelalu. E mbush shpirtin tënë duke e madhëru Allahun te bareke ve taala me madhninë e tij, bosh indiferent nga këtë sende që të okupojnë në rrethinën tënde ku jeton. Fa fe ektiru fihinne min e tehlili wa tekbir wa tahmid. Tha edhe shtoni fjallën elhamdulillah. Shtoni fjallën elhamdulillah. Si kur me dasht me thonë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, o ju musliman, o ju besimtar, në që këto 10 dit nalni më ankesat, nalni më ankesat që jeni tu anku. Allahu shumë të mira ju ka dhonë, po ju jeni tu bo në nënqër, ju jeni tu bo pre ative që nuk i vlerësoni të mirat e Allahut. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Në qovë se i numroni të mirat e Allahut, ata nuk përfundojnë. Shife sofrën sa llojet ushqimit i ke, shife kuzhinën sa sendet i ke, shife shtëpinë në çfarë gjendje e ke, shife shëndetin se si e ke, vizitoj ato të sëmurit në për spitale, vizitoj të varfurit që nuk kanë shka me hangër, vizitoj ata të cilët sot luftojnë për një gotë ujë në për botë, shifin për rjetin social ata të cilët nuk kanë siguri, nuk kanë rahati, nuk kanë sende, si kur me dash Muhammed Mustafaja me në mësu neve edhe me në qu me thonë elhamdulillah, o Allah, ta në vitin s'ti kimi ditë mirat, ja që 10 ditë po thojmë elhamdulillah, ty të takon falenderimi për të mirat, ki evlat, ki shëndet, ki kul për mikrije, ki shtratin e rahatshëm, ki bukën, ki ujin, ki teshën, ki po shkon kom të tua, po vjen kom të tua, po pin, po shkon tualet, po han, po shkon tualet, po shkon, po punon, po fiton. As një herë fëmija jotë s'po mjetë, s'po jetë pa bukë si kur disa fëmijë të muslimanve si për faqen e tokës. Për atë arsye thot, fe ekthiru fihin në tahmid, shtoni në këto 10 dit elhamdulillah. E kur thësh elhamdulillah, Allahu me automatizëm ka me t'i shtu të mirat të cilët t'i ka dhonë dhe dhe të bosh i regjistrum në regjistrin Allahu Gjellëshanuhu vë Gjelle Gjelalu prej ative të cilët Allahu i don dhe ata i afron. Të dojnë me lachet, të dojnë edhe njerëzit dhe bosh për shkak veprave të mira në këto 10 ditë që i ban për Allah, i dashër në rrethinën në të cilën jeton. Nuk mundet paramendohet një musliman, njerëzit tankohen prej ti. Nuk mundet paramendohet një besimtar që e beson Kur'anin, e beson Allahun, i beson pejgamberet dhe i hindër hak kojshijes. Nuk mundet të paramendohet një besimtar musliman i cili e lexon Kur'anin, e beson Kur'anin, e beson vdekjen, e beson jetën pas vdekjes, e beson ringjalljes, edhe t'ja vedhe mallin e dikujt, t'ja preke namuzin e dikujt, t'i hije ndërhak dikujt. Atëre, ky musliman është vetëm prej jashtë musliman, ndërsa Islami nuk ka punu në zemrën e tij. Jemi në 10 ditëshin e muaj Dhulhijhe, në të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bon mrenda çektive 10 ditëve të dallum, një ditë ala më shumë të dallum, që është dita e Arafatit. Ditën në të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu, ashtu si tha Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, zbret Allahu në qiellin e parë dhe pastaj yubahi al malaika, pastaj i thret me laqet dhe krenohet. Ha ulai ibadi, thot këto janë robët e mi, jauni ash'ath akbar, thot më kanë ardhur robërit e mi në Arafat. Arafat o vlezër është një lugin në daljen periferien e Mekës, ku ai i cili do të shkon në haç në rast që nuk ka shkuar në Arafat, nuk llogaritët që e ka quë në vend kushtin e 5 të fesë islame haxhin. Ati dalin krejt haxhiler. Ati Allahu Gjelle Gjelaluhu e zbret rahmetin e vet
ndërsa për ata që nuk shkojnë hax, për ata që nuk mund me dalë në këtë vend, Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e mbylli derën. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam tha, agjëroni atë ditë, agjëroni atë ditë, sepse ajo ditë ju keffiru senet el madhijete wal baqije, tha kush e agjëron atë ditë, Allahu ja fal kusuret e ati vitit që ai agjëron në atë ditë dhe kusuret e vitit që do të vere. Kusuret e vitit që do të vere. Për atë arsye, dita Arifës është dita Arafatit. Po që ki mundësi, o musliman, o besimtar, o vllai i dashur, o ti i ri, o ti i cili e ki shnetin, po që e ki mundësien atë ditë të ndalish vetën ashtu si e nalë vetën në Ramazan, për i zatë Allahi Gjelle Gjelaluhu ta gjërësh atë ditë, dije se Allahu Gjelle Gjelaluhu në kundër vlerë për këta gjërim, ka me ta largu ftyrën tande 70 vetë largësi nga zjarmi i xhenemit. 70 vjetë o vlezër, me kali me ngaren 70 vjetë pa e nalë kalin, qa që largë për një ditë që ki me agjeru në ditën e Arifës. Ata gjilerë të cilët shkun për në hax, edhe kanë me dal në Arafat, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka me ja u falë kusuret, po ka me ja falë edhe tjerve që s'kan pas mundësi me shkue, vetëm në ta agjerojnë një ditë për hatër, për hijet, për hirtë asaj që ata kanë mu largu nga efshi, kanë mu largu nga haja dhe pija, kanë mu largu nga fjallët e ndyta. Allahu ka me ja u falë kusuret e vitit të kalum dhe atë vit që do të vjen, dhe do t'ja largon ftyrën e ti 70 vite nga zjarmi i xhehenemit. Ne lusim Allahun Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu, pasi që thiri ezani, Allahu këtë ezan mos ta nale asni herë, ja Rabbel Alamin. Në trojet e muslimanve, e dim se dikuj na ja vret edhe ja shpon në veshin, inshallah edhe shpirtin edhe zemrën ja ther, inshallah, edhe ja shpon, inshallah, po ki ezan Muhammedije, me lejnë Allahut nuk ka mu nali, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun rinien ton islam të udhëzon, plegjëve ton të jep ymër gjatë dhe shëndet të plot, ata të sëmurit në për spitale Zotit i shëron, të burgosurit pa fajshën Zotit i liron, ata që janë largë vatanit Zotit i mbron, ata të cilët punojnë, hartojnë, hiç nuk pushojnë, gjithë natën mendojnë se si muslimanve zullum t'ju bojnë, Allahu me zullumin e vet i shkatroft, ja Rabbel Alamin. Vlezërve tonë në Gazze, Allahu ju nimoft. Nasëm po i nimojmë me asgjoj ashtë se me dua, o Allah, ti e sheh hallin ton, po lutjet tona janë drejt, o Allah të përhir qative fmive, o Allah dushmonin helaq bane, ja Rabbel Alamin. O Allah, ashtu si kajnë fmit e vlezërve tonë në Gazze, shtinin e të kajnë edhe fmit e jahudive, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu, krejt ata që mundohën fmit e muslimanve me ilon jetim, Allahu gjumë mus i qoftë kur, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun Gjelle Shanuhu musliman t'i bashkon, ne lusim Allahun Gjelle Shanuhu Gjennetul Firdausin, gjithve nasib në i ban, e kunu ma të smauna, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi Rabbil Alamin, lillahi ta'ala al-Fatiha.